një gjellë e shpejt tani me mish, me qep dhe me nenegjik. Do të ndihet aroma e nenegjikus të thatë, mund të përdoret dhe i freskët, po dihet që ky thati ka më shumë aromë të fortë. Nëse e doni ta ndjeni aty në gjellë, po lexoj pak produktet derisa Albana të përgatisi qepën për ta ngrirë atë në copëza të vogla. Mish me mendër ose me nenegjik, se është e njëjta fjalë, bëhet fjalë për të njëjtën erëz. 4 racione mish, sipas dëshirës, sipas numrit të antarëve në familjen tuaj, 2 tufa mendër të freskët, 2 qep mesatare, 4 lugë gjelle vajulliri, krip dhe piper i zi për shije. Tani, për nenegjikun, mendër, mente, najazmë, pra, mentja ka një problem. Mentja dhe mendër nuk është njësoj me nenegjikun. Mentja është hyn gjithmonë vetëm në pije dhe në ëmbëlsira, kurse nenegjikun, mendër, djozëm, atëherë najazëm është i njëjti tip. Pra mente dhe mendër, se janë të dyja. Kemi ndryshimin. Djozma, mendër është gjethe me e madhe, me i gjërë, mund të jetë edhe e vogël fare, sepse janë varietetet që ndryshojnë, kurse mente është tjetër gjë dhe ka aromën e ka më ndryshe. E ka tamam mente. E lëm aromën e mentes dhe shtoj pakos fare, se kam shuar dhe më përpara, vaj bimor. Kam qepën, 2 kokra qep, që e lë të nxehet pak, jo të digjet, po të nxehet, sa të ngrohet vaj. Kam mishin e vicit që e kam prerë në kubik. Se të doni ju mund të aprisi, se formë trumbullak këtu ki hapim dot. Thjesht edhe mënyrë shregull, po mjafton që tjetë në kafshat za. Kam kripën piperin, mendër e freskët dhe e thata jep akoma më tepër aromë, kurse e njoma është për t'i dhënë atë në fund fare atë shijen e duhur edhe ngjyrën. Nuk harojmë dhe nuk bëjmë asnjëherë gabim, nuk shtojmë salzomat ose piper të kuq, sepse është një gatim që kërkon vetëm këto përbërës. Prandaj dhe quhet mish viçi me mendër. Marr dhe shtoj qepën. Pra na duhet vetëm kjo zhurma e lehtë. Nëse do kemi atë zhurmën e fuqishme, do thotë që mos e shtoj qepën se në të parë direkt do të marrë atë ngjyrën kafe. Janë ato raste kur gatimi na flet. Po. E zbusim pak qepën. Një përzierje, mund të bëjmë vetëm një ndryshim, sepse e mban në vetvete këtë ndryshim dhe gjithmonë ndryshimi është gjithmonë diçka e mirë, thjesht pak ose fare sheqer, sa për një karamelizim. Kaq, pastaj të tjera do të jenë siç janë të shkruara. E përzije. Dhe do t'i vë kapakun. I shofim mishin në një copë këdjami, në një... E largojmë. Gjë që s'na duhet, se kubikët tani duhet jenë mesatarisht të tillë. Do t'i ngjyejmë pak me herzat tona, me nenegjikun. Piperin në krahun tjetër. Pakos fare. Piper. Vaj. Dhe i lë të marinohen. Kush e ka qef nenegjikun, kjo është një recetë shumë e mirë, shumë e shijshme, ka një aromë të mirë në fund, shumë të këndshme. Dhe dihet që kur kemi treguar përdorimin e mishit të qingjit edhe nga jugu që përdorin djozmën me shumicë për të hequr ato aromat, po edhe për yndyrën që përmban, duket sikur ka një lloj ekuilibri. Largoj, sepse mua nuk më duhet që të bëhet qepa, sepse mishit dhe qepa do bëhen bashkë. Pra kërkon kohën. Është ajo pjesa e parë. Sa të bëhet mishi, do të shtoj. Trasojmë. Në datë që duam me të freskët, në dash marrim me pak nga nenegjiku i njom. Nenegjikun e njom, ne e shtojmë në fund fare. Po. Sa për ta
freskuar pra, këtë jetë një shpëlarje. Por që kërkon sërish, e kërkon me shumicë. Ja, shifeni. Ansoret. Dhe shtojnë. Edhe lëngun. Unë kisha lëng mishi të gatshëm. Sa aromë freskë, sa aromë mirë. Vetëm se kur e gatuajmë, nuk ka të njëjtën aromë të fortë sa i thati. Do t'ja shtojmë në fund edhe për ta dekoruar pak pjatën, edhe për ta ndjerë freskinë që na jep kjo bim, që përdoret edhe në çaj, që përdorim edhe në ujin e përditshëm për ta aromatizuar ato, freskuar dhe sigurisht për të marrë të gjitha ato vlera ushqyese që ne kemi treguar her pas here, me të cilën Energjiku i lëshon tek uji dhe ne i marrim përmes tij. Kështu që është një arsye më tepër edhe për ta përdorur pse jo edhe në gatime. Ta mbajmë këtë gjethën se ta mbash patjetër. Për shembull ne kur shkem plazh, ne a duam të marrim rrezet e diellit? Po ne a futemi në çadër. Pra ne i marrim në çadër. Kështu duan edhe ajo që të thajnë bimët aromatike dhe i jap një gëzhgëzh me thik. Drejt për së drejti në diell ja shkarkon komplet vlerat ushqyese, kështu që duhet të tharë vetëm në hije. Plus e ke parë që ndryshojnë edhe ngjyrën. Po, erësohen, sepse vitamina e tyre oksidohet edhe ndaj marrin një ngjyrë më të errët. Ne kemi gati për ta apritur deri në fund, kështu që bëjmë atë shkëputjen tonë të reklamave, të zjej dhe mishi, sepse do t'i duhet po e vetë për t'u zje. Do të bëhet. Kalojmë tek receta e mishit me Energjik. Dhe shtoj Energjikun e freskët tani, gjethet e Energjikut të freskët, ndërkohë gjatë kaurdisjes kemi shtuar edhe në Energjikun e thatë, këto gjethet i japin tjetër ngjyrë, tjetër shije. Mi përten pak edhe pjatën edhe lugën. Servirim edhe mishin me Energjik, shohim së bashku një recetë të thjeshtë, i lexojmë së bashku produktet, sa bëhet gati dhe servirja e pjatës. Kemi 4 racione mishi, mishviçi, 2 tufa me ndër të freskët, 2 qep mesatare, vaj ulliri, kri piper, për të rregulluar shijen dhe mos harroni shtojini edhe në Energjik të thatë, sepse aromat janë më të forta kur Energjiku i thatë është në kontakt me nxehtësinë, me vajin e nxehtë, kështu që ju shijon më shumë edhe keni një aromë shumë të mirë në gjell. E freskojmë në këtë formë, nëse keni mishin e freskët, nëse keni edhe Energjikun e freskët, hajde çfarë kombinimi. E vendosim këtu. Pjatat tona, jo vetëm si pjata, po edhe ato që ka përmbajnë brënda, sot janë plot me ngjyra. Se duhet të sjellim vetë ngjyrat kur jashtë mungojnë. Do ta sjellim edhe tavën Albana, ujin me Energjik dhe limon për të pastruar organizmin me disa kokra kripe në buzët e kanës apo të gotës tuaj, siç e shpjeguam, dhe ja tava tjetër me ngjyra plot për drekën e sotme. Si mendoni? Besoj se nuk ka drek më të shëndetshme se sot.